Skandali i rimbursimeve fiktive të ilaçeve ka marrë përmasa të reja pas një aksioni të prokurorisë së Tiranës. Me urdhër të prokurorit Ndini Tavani, u sekuestruan ambientet dhe dokumentacioni i kompanisë Sfo Pharma, ndërsa forcat e policisë mbajnë të bllokuar godinën. Hetimet janë shtrirë edhe në 2 kompani të lidhura, Pharma Plus dhe Medix Albania, të dyshuara si pjesë e një skeme faturash false dhe shitjesh fiktive të barnave për të përfituar rimbursime. Në qendër të hetimit qëndrojnë medikamentet Foster dhe Trimbow, të përdorura për trajtimin e astmës, të cilat furnizohen ekskluzivisht në Shqipëri nga kompania italiane Chiesi. Kjo e fundit konstatoi se shifrat e rimbursimeve në vend ishin shumë më të larta se sasia reale e furnizuar, duke ngritur dyshime për mashtrim masiv. Dokumentet tregojnë se, vetëm për ilaçin Foster, janë rimbursuar rreth 20.000 kuti më shumë se sa është importuar, ndërsa për Trimbow diferenca është edhe më e madhe. Sipas hetimeve, Pharma Plus ka deklaruar mbi 3.200 kuti pas një blerje reale, ndërsa Medix mbi 16.000 kuti. Këto produkte më pas u shitën fiktivisht Sfo Pharma dhe u shpërndan në disa farmaci, duke përfunduar në një zinxhir mashtrimesh që dëmtoi fondin e sigurimeve shëndetësore. Skema u zbulua fillimisht nga një investigim i kapitalit, por tashmë çështja është në duart e drejtësisë.